Ore çdo ditë marr komente që më thonë pse ore nuk del para kryeministrisë, pse nuk del para kryeministrisë, pse nuk proteston, simër nuk e thej fjalë kundër Ramës. E thash me vete, ore unë kam shkruar të paktën një 700 artikuj, opede, opinione që janë botuar edhe në mediat kryesore në vend, por sigurisht që më së shumti në rrjetet e mia sociale kundër Edi Ramës, jo vetëm në 13 vitet e fundit që ai ka qenë kryeministër absolut dhe fuqiplot, por që ditën e parë që ai ka hyrë në politikë, kur Fatosnano e solli me thonjë të paprerë dhe bëri ministër çkulture. Unë nuk di një ditë, një sekond, një moment të jetës time që nuk e kam bërë të qartë se unë si Arian Galdini jam i djathtë, jam i vendosur dhe qëndroj i djathtë dhe jo vetëm që nuk kam asnjë bashkëpunim me të majtën, por i qëndroj gjithmonë përballë dhe kundër të majtës edhe ideologjikisht, edhe doktrinalisht, por edhe faktikisht dhe praktikisht. E vetmja gjë që mua nuk më pëlqen dhe që më ndan nga çdo palë tjetër është fakti që mua nuk më pëlqen të bashkoj fytyrën time me çdo fytyrë. Nuk më pëlqen fare të bashkoj emrin tim me çdo emër dhe nderin tim me çdo kënd që nuk ja njoh nderin. Ndoshta për fajin tim, por që nuk ja njoh. Prandaj thash, vetëm se vetëm kam qenë gjithmonë, ja të dalë dhe të bërtas dhe unë herë këtu para kryeministrisë. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Ballukun burg, Rama në burg. Por e vërteta është kjo që unë kurrë nuk kam bërtitur Berisha në burg. Madje unë nuk jam fare për burgun sepse burgu nuk është drejtori që varet nga parullat. Është drejtori që varet nga qeveria e këtij zotnis këtu. Pra sikur se ju thash, drejtoria e përgjithshme e burgjeve është institucion që varet nga ky zotnia këtu. Pra kur thoni Rama në burg, Berisha në burg, do ta dini që drejtorinë e përgjithshme të burgjeve e kanë këta. Drejtorinë e përgjithshme të policisë e kanë këta. Institucionin e burgosjes nuk e ka asnjë parull, asnjë protestë dhe asnjë thirrje sado e bukur dhe sado magnetike të jetë. E ka Spaku, e ka BKH-ja, e ka GKK-ja dhe çdo gjykat në Republikën e Shqipërisë. Dhe nëse ne duam me të vërtet një Shqipëri europiane, pra një Shqipëri të re, një Shqipëri që është vërtetësisht e transformuar, duhet ta dim, të dashur miq, të dashur shqiptar, se në burg nuk të fusin dëshirat e popullit. Në burg të fusin institucionet e drejtësisë. A e meritojnë këta të shkojnë në burg? Çdo njeri që ka vjedhur dhe grabitur dhe plaçkitur shqiptarët e meriton të shkojë se s'bën në burg. Por jo me parulla, vërtetësisht në burg, realisht në burg, por që të shkojnë në burg, duhet ta dini se kjo nuk duhet bërë si kërkesë dhe dëshirë popullore, se mund t'ju aplotësojnë dëshirën siç ju aplotësuan ish byroja politike në vitet 90. Kur ata që e mbajtën Shqipërinë zap dhe masakruan mizorisht Shqipërinë për 46 vite, pranuan të bënin pak burg për kafe. Ata nuk e kanë fare problem që të pranojnë të bëjnë pak burg për kafe. Shikojini pak të gjithë të burgosurit e fuqishëm të viteve të fundit, edhe kur ka nisur procesi i transformimit të drejtësisë, edhe kur ka ardhur kjo që njihet si drejtësia e re. Të gjithë të akuzuar për shpërdorim detyre dhe të gjithë mund t'ja dalin dhe mund t'ja hedhin me 2 apo 3 vite burg pa asnjë konsekuencë për pasuritë e tyre. Nëse e shikoni të vërtetën, drejtësia e re
po kërkon dosjen, nuk po kërkon parat. Nëse kërkon dosjen, ti e ke shumë të vështirë të gjesh firma dhe dokumentim, prova dhe shkresa të cilat mund të çojnë këta në burg. Ajo që do të kërkojmë ne, shqiptarët, është të kërkohet gjurma e parave. Follow the money, ndiq parat, jo dosjen, ndiq parat, ndiq pasurit, jo letrat, jo dokumentat, jo shkresat, jo ato memorandumet, traktatet, apo ato letrat të cilat i merr agroshej dhe ja fut vrapit. Nuk hyn në burg nga letrat këta, sepse kanë kaq shumë ushtar dhe militant me cilat i firmosin dhe me cilat i kopsisin dhe i sajtisin, sa që shumë e vështirë që t'i çosh në burg me letra, me dëshira, me parulla, me protesta apo me thirrje. Atëherë, kush është ideja ime dhe çfarë më mban mua të vetmuar në këtë histori? Unë dua që neve këtyre t'u heqim fuqinë. Edhe i vetmi burim fuqie që kanë këta janë zgjedhjet. Kodi zgjedhor. Thirrja që unë do të thoja dhe do të përsërisja pa pushim do të ishte hapni kodin. Hapni kodin zgjedhor. Hapni kodin zgjedhor. Nëse Sali Berisha dhe Edi Rama dhe Sali Berisha nuk do të hapin kodin zgjedhor, atëherë për ne shqiptarët çdo protestë, çdo revolucion, çdo thirrje, çdo parull do të jetë magnetike që do të mbushë dhe do të zbras sheshe, por do të na mbajë në të njëjtin vend. O në sheshin e protestës, o në strukjen e vetmis kokulur. Unë besoj se të gjithë bijem dakord se ka qenë një kohë kur mbretrit nuk lejonin asnjë qytetar që t'i shihte ata në sy. Koka e ulur e qytetarëve ishte një nga mjetet dhe instrumentet e fuqisë së mbretërve. Atë që mbretrit kanë fuqi, atë që kanë këta fuqi është mbajtja e kokës qytetarit ulur. Ata nuk duan askënd t'i shohë në sy. Prandaj e urrejnë vërtetën dhe prandaj nuk e kanë frikë parullën. Ata kanë frikë kokën që ngrihet dhe i sheh në sy. Po u prish rendi duke i parë këta në sy dhe duke kërkuar të vërtetën, këta nuk munden të qëndrojnë më asnjë ditë në zyrat që janë. Prandaj këta sulmojnë me anonim, sepse ka 3 kategori anonimësh sot Shqipëria. Kategoria anonimëve ministra, kategoria e anonimëve deputet dhe kategoria e anonimëve që përdoren nga milicit virtuale të vrerit, apo call centrat, apo siç i quajnë këta sufllaqet e partive. Këta 3 lloj anonimësh po përpiqen të vrasin çdo zë të lirë, çdo guximtar që e shet vërtetën në sy dhe i sheh mbretrit në sy. Nëpërmjet anonimëve këta duan të etiketojnë, mbulojnë, zhysin çdo njeri që thot vërtetën. Këta nuk i kanë frikë turmat, sado të mëdha që janë, sepse këta e dinë që turmat, nëse nuk kanë një objektiv, nëse nuk kanë një qëllim dhe nëse nuk kanë qartësi, sado rezistencë dhe madhësi të kenë, nuk shkojnë kurkun. Rezistenca në kohë nuk është kur në favor të turmave, rezistenca në kohë është gjithmonë në favor të strukturave të organizuara, qeverisë dhe opozitës. Këtë kam thënë unë gjithmonë. A jam unë kundër këtij zotnis? Po, mor po, Rama duhet patjetër të largohet një orë më parë. Po, sepse çdo ditë e Edi Ramës në kryet qeverisë shqiptare është një dëm i madh në kurrizë të brezave. Ajo që unë kam thënë gjithmonë është që ne si brez jemi punëtor të kohës. Nëse nuk kryejmë detyrën tonë si punëtor të kohës sonë, atëherë u hym në hag brezave që do të vinë, por ama u krijojmë edhe një ligështi të madhe brezave që kanë qenë dhe e kanë sjellë Shqipërinë në këtë pikë ku ne e kemi marrë. Nëse do ta lëmë më të keq është faji ynë. Nëse do ta lëmë më të zbrazur është faji ynë. Prandaj të bëhemi punëtor të kohës, të marrim fatet tona në duart tona. Unë jam Arjan Galdini dhe ndoshta sot jam i vetmuar. Unë jam Arjan Galdini dhe ndoshta sot nuk jam i njohur, nuk jam i famshëm, nuk jam i dëgjuar, po pak rëndësi ka. E rëndësishme është që nuk jam politikan, nuk konkuroj për asgjë dhe nuk do të konkuroj për asgjë. Jam thjesht një njeri që don t'i shoh mbretrit në sy
dhe kam vendosur ta ngrej kokën për me I pa mbretërit në sy. A don ti shqiptar që të bëhesh si unë, ta ngresh kokën dhe t'i shohësh mbretërin në sy? Bujrum, eja ja ku është kryeministria. Nuk jam unë frikacak dhe nuk jam unë ai që I shmangem përballjes me mbretërit. Dua me I pa në sy dhe jam nga ata që nuk kam nevojë për numra për me pa mbretërit në sy. E bëj dhe kreti vetëm. Të hapin kodin, kjo është kërkesa, dhe pastaj ikin që të shkeme të ikin si qeçua me votën e qytetarëve. Po u hap kodi, asnjë ditë nuk qëndrojnë dot ta më në këto zyra që I kanë uzurpuar me kod, me ligj, me banda, me trafikant, me oligark, me grupe kriminale dhe me patronazhist. Hapni kodin. Kjo është thirrja që kam unë. Dhe ngrini syt të dashur qytetar shqiptar dhe shihni në sy.